e kia drejt më mandoj fjallën. Qas shka duhet. Mjetët e punës i siguron komuna. Nuk primoni seancat. Nuk mund është mandoj fjallën. Nemojte da vičete, nalazimo se u Skupštini Mitrovice. Punëtorët shqiptar janë ndihen koxan presion, 12 minuta. Do ne i pranojmë materialet të cilat duhet të shqyrtohen për këtë seancë. Gjë që nuk është në rregull sepse nuk po mbrim as me i lezu, as me po çka për shembull te statuti çfarë ndryshimi. Edhe megjithatë, domethënë te statuti i komunës paraprakisht domethënë duhet formohet një komision i cili formohet nga kuvendi, pastaj ky komision i shqyrton ndryshimet që duhet bërë në statutin e komunës, pastaj ftohet edhe një debat publik me qytetarët, sepse statuti i komunës ka të bëjë me qytetarët drejt për drejt. Domethënë materialin e ardhur në 12 minuta, unë kam thënë dhe rikthem prapë, nuk e di që e keni bërë këtë rregull kështu, domethënë me i çu ftesat edhe mos me pas materialet paraprakisht me lezu. Domethënë asnjë edhe këto raporte, domethënë këto raporte që tashmë veç sana i sellën me i pa janë kryesisht fotografi kur që tjetër shkrume që me thonë, absolutisht janë veç fotografi duket tash në mallin që janë të Facebookut ose të Instagramit kur që heq. Kështu që unë jam kundër këtij rendi të ditës, ku s'kemi as materiale, as kur që heq lexojmë, nuk mund të votojmë ose të bëjmë pika të rendi ditës, të cilat nuk kanë materiale bashkangjiese në email-at tona, sepse nuk po e dim çka po bëjmë. Unë kam bërë vrejtje edhe për mbledhjen e KPV që po bëhet brenda një ditës. Mbledhja e KPV duhet të bëhet një javë para seancës kuvendit. Po megjithatë mirë që e thirrët këtë seancën këtë muaj, se muajin e kaluar nuk keni thirrë seancë hiç. E seanca thirrën për të treguar punët e komunës, me gjas nuk po bëni kur gjë edhe jo me gjas, po realisht po shihet kur që po bëni edhe s'po keni çam ju prezantuar qytetarëve të qytetit tonë. Sepse seancat mohën, raportet e sa në mohën për qytetarët të cilët me bikëshyr punën e ju, edhe na si asamblej kështu. Kështu që nuk është në rregull, domethënë çdo muaj është mirë kur ki punë ose kur punon, normalisht e 3 seanca çdo muaj. Edhe gjithashtu muajin e kaluar ka qenë një interesim shumë i madh nga kryetari dhe nën kryetaria e komunës, që t'i ftoni punëtorët shqiptar, t'i merrni pyetje në zyrën e juaj, që tregoni se si dhe çka i vlerësoni. Ka punëtorë të cilët janë larguar nga puna edhe pse i kanë vënë 6 muaj, të cilëve ju keni thënë që nuk i keni mjetët e punës. Mjetët e punës i siguron komuna dhe ju punëtorit që bëhet. Ja vas molim, nemojte, imate tačku razno, moćete u tački razno pričati o tome. Nuk është rregull mu manoj fjallën. Ja vas molim, nemojte da izlazite iz dnevnog reda, imate tačku razno, o čemu možete da pričate. Nuk jeni tu mojtë seanca. Izvolite, nastavite. Po mbledhen për 2 muaj ditë. Nastavite. Nuk primoni seancat. Nuk mund është mandoj fjallën. Nuk e kia drejt më mandoj fjallën. Qas shka duhet. Ja vas molim, mi sad pričamo o dnevnom redu, vi pričate o nekim drugim stvarima. Pakon fjallën do nam duhet më Samo nemojte da vičete. Materialet nuk Nemojte da vičete, to ste u pravu i nisam vas prekinuo. To ste u pravu. Apsolutnisht asgjë s'po bëni pakon fjallën. Ja vama sada kažem, nemojte da vičete, nalazimo se u Skupštini Mitrovice. Nuk është në rregull. Izvolite, nastavite. Lejojnë një fjallën tonë, sepse unë jam këtu zëvend kryestuese për komunitetet dhe i mbroj të gjitha komunitetet, drejtat e tyre. Kështu që lutem, lejoni të flas, të paktën zonin nuk mundi më na anoj. Gjithçka tjetër po mundoheni, po fjallën nuk mundi më na anoj. Kështu që punëtorët shqiptar janë ndjehen goxhan presion, çdo ditë zotit thirrën, jo kështu, jo ashtu, jo bëne këto, jo bëne ato. Nuk është në rregull. Opet vam kažem, imate tačku razno, možete da pričate o tome, mi sada usvajamo dnevni red. U dnevnom redu ovo nije predviđeno. Čekajte. Jel imate još nešto vezano za dnevni red da kažete? Hvala. Jel se javlja još neko za reč?